A është Berisha konservator? Patjetër, brenda familjes Berisha është shumë konservator. I mbron njerëzit e vet. Dhe ky është konservator. Ndajherë edhe kur kanë problem. Jo, nuk flas për njerëz familjes vetëm. Flas për familjen e Partisë Demokratike. Saliani nuk arriti ta mbronte dot. Nuk e di pse. A pse prej hurit apo shkopit bejsbollit, apo prej lëndë helmuse luftarake, ku ishte një nga ruajtësit. Ai tha mbrëm në një intervistë që unë ta isha tek sigla e PD-s. Te sigla e PD-s jeti, po jo me shkop bejsbolli. Edhe një herë, nëse politikani përdor forcën, jo logjikën, i bie që ai s'është më politikan libero, ai i bie me ide marksiste. Pavarësisht ai mbrëm refuzoi të thoshte që unë s'kam bashkëpunim me Sorosin. Po ai ka qenë afër një deputete të Partisë Demokratike në bashkëjetesë shumë vite që ishte Soros. Si? Kaq hapur duhet me gënjë?